Nisim edhe për sot pazarin, miq dashur, jemi në Konam, si çdo ditë tjetër. Çfarë ke ti? Ta letosh apo tash? Pse nuk më thoshe dot që të lutem Lori? Ka pre. Ja ta bëj një çështje të humbur tash. Po si më shumë me edukat. Tash, edhe unë. Fileto merluci me asparag. Për të marrë edhe një film. Ne po masha era merluc, pa ne thash ta më duk se do ta haj ajo. Merluci, dëgjon, nuk është këtu, është tek ana tjetër, te frigoriferi. Ishte, nuk e di pse kishte një ndjesi që kishte diçka të tillë do shra haja receta. Okej, Receta nuk hahet pa u gatuar. Fileto merluci, asparag, haviar, pana, domate të vogla, djath grana dhe gjalp. Këto janë të gjithë produktet përbërëse të recetës që më pas do të përgatisi shefi, po fillimisht ne duhet të përfundojmë dhe t'i marrim të gjitha, t'i vendosim në kosh, t'i kalojmë në kas dhe të shkojmë t'i dërgojmë sheftanit. Nga të fillojmë? Nga fileto merlucit pra, në që e keme merak, pa tjetër. Afrohemi te frigoriferi për të marrë filetot e merlucit, që ne do ta përgatisim sot me asparag. E gjete? Pa sigurisht. Ja, ku është fileto merluci? Kalamaj kështu. Jo, po kjo nuk është për ne. Këto janë kroketa merluci për fëmijë dhe që janë me ofertë 180 gram për vetëm 99 lekë këtu në Konad. Po ta marrim. Janë kas për fëmijë. Po më fal, cili është fëmijë? Unë ti, apo sheftani? S'ka gjë më që të ripëri po damë fëmijëve nuk janë ndonjë gjë është. Jo, pra jo, këto janë gati, janë të përgatitura, janë kroketa. Dhe pastaj rrutis jas një herë vi marr dhe pastaj. Mirë, dakor, le të vi më vonë. Marrin filetot e merlucit. Okej, janë ato. Janë ato si po e shoh. Që po merr të duhurat. I vendosim në kosh dhe kështu afrohemi për të marrë asparagët, të cilët janë sërish tek ushqimet e ngrira. Ecim. Shikojmë, vështrojmë, pas ka gjëra pa fund. Asparagët, cilët janë këtu. Asparagët. Çfarë paske sot? Fileto dimër? E po dimër, edhe pse ka ardhur pranvera. Fileto merluci, asparag, kemi marrë haviarin. Pana. Duhet ta marrim. Panën e kemi rrugës, tomatet e vogla e kemi rrugës, do shkojmë te sektori djatrave dhe prosciutave, në mënyrë që të marrim djathin grana. Okej. Djath grana sa shumë vaj. Salam mortadella, prosciutto e pjekur. Kemi këtë djath, jo të salami. Pancetto. Salam milanez, djath grana. Okej, e gjeta vetë, pa ndihmën time. Se do marr domate më të mëdha. Ky duket që është më i madh. Jo, po se ai është më i madh ashtu, po ky është më i madh kështu, më i gjerë. Po jo, pra jo, një lloj ishte. E shoh te kilet më Lori, shoh te kilet. Ah, dakor. Kjo është 280 gram. Aha. Kjo është Kjo është 288, ja të thashun. për një fije e fitova. Për një fije fitova se. E vendosim djathin grana në kosh. Por me dalë nga dalë, do të marrim edhe për sot panën e guzhinës, sepse është domosdoshme në këtë recetë. Sigurisht. Fëmijë mos i kanë ngel pak shefit nga ajo djeshmja. Nga receta djeshme, mos i kanë ngel pak Lori shefit? Se ne le të Kjo është një ofertë 179 lekë, që është pjesërisht e skremuar 1 litër. Shumë e mirë, i freskët, i mrekullueshëm. Çfarë më thoshe? Jo, po thosha për panën, mos i kanë ngelur shefit panën ajo djeshmjave që Edhe? Ços i bie mos i ka rënë frigorifer, siç ishte shkruar duke etiketa. Ti më majve se më. E përdor të gjithën, sepse nuk mjafton, kështu që kjo është pana e kuzhinës. Sa pana ke marrë tash dhe ti? Unë i përgatis vetë në shtëpinë time këto, një lloj si jam visat, sepse e ndjek sheftanin. Fileto merluci me asparag dhe përbërësit janë fileto merluci, asparag, haviar, pana, domate të vogla, djath grana dhe gjalp. Dhe jemi rrugës të frigoriferit për të marrë gjalpin. Dhe haviarin. Edhe haviarin. Okej. Marrim gjalpin Konad.
Gjalpi kona. Sa oferta kisha ndit pa funde. Ku pa fund? Pa me salçiça aty, në Një frigorifer. sekond, të lexojën. A si lexojmë pastaj? Jo. Gjë havjarin ti se lexojën ofertat. Po tani, zgjidh, kalo të lutem. Po jo se problemi se kam avjarin këtu. Merë havjarin. Ja kush avjari zi, Një moment tash edhe unë. ose është me zarar kjo. Për cep. Okej. Ndërkohë po i hep një sy ofertave, ofertat që janë këtej. Pas ka oferta, vërstel, konat 250 gram për vetëm 199 lek. Salçiça pikante 60 gram për vetëm 219 lek. Salçiça me mish pule ose me mish gjeli deti, 3 copë, 250 gram për vetëm 129 lek. Do marrim apo vetëm do shohim? Paska, një sekond. Po. Se pastaj do jap në një lloj përgjigje. Mirë. Mirë, po më e preferoj të marrë pazarin në ndem sa të marrësh punë këtej. Freskëta të llojeve të ndryshme, margarin omega 3, 250 gram për vetëm 229 lek. Kështu që duhet të nxitoni, të vini të bëni pazarin, të përfitoni nga ofertat, nuk zgjasin për gjithmonë, po ama ka gjithmonë ofertat të produkteve të ndryshme. Patjetër që janë të gjitha cilësore me çmime konkurruese, fantastike. Mirë, do marrim domatet e vogla. Filetën e merluzit e kemi marrë, asparagun e kemi marrë, avjarin e kemi marrë, panë e kemi marrë, domatet e vogla e morëm, djathtin e morëm, gjalpin e morëm, çdo gjë morëm. Po tani që mbarova unë erdhe? Ç'o morë ti tjetër? Ç'o mungon të? Domatet pa mungonin. Tomatet e vogla, të kontrolloj njëra i ka marrë siç duhet. Okej. Të lexojmë recetën. Fileto merluci me asparag. Nuk e lexova unë. Dhe përbërësit janë, tani do bëhet apeli pra, akoma se kuptove. Fileto merluci. Ama mos harroni se ka edhe kroketa merluci për fëmijë 99 lekë. Ja, merluci kemi këtu. Asparag, Sigurisht që asparagu është këtu, havjar, avjari është këtu. pana, kuzhine, konat, domate të vogla, ka marrë Erioni Kam këto. dorë. Djath grana, Dhe gjalpi. Çka këto dy apo? të kujtohet sa gram ishte? Kush? Djathi grana? Me 8 marrë në fund. 288 gram. Edhe gjalp konat, 125 gram. Dorë të dyja. Këtë paketim marrim ne zakonisht, sepse është mjaftueshëm për recetën. Shkojmë te kasa, kemi bërë apelin, kemi marrë të gjitha produktet për të dërguar sheftan. Mirë dita. A që këtë po e mbaj vetë? Faleminderit. Mirë dita miqtë e mi të emisionit Dita ime, sot mbas një jave me mishra, me pasta dhe me shumë llojshmëri të tjera, sot do t'ju tregojmë recetë me peshk që fundjava juaj të jetë akoma dhe me lehtë. Atëherë kemi marrë fileto merluci. Fileto merlucit është një lloj peshku që vetëm shtylla e kurioziteti ka hala, as në një gjë. Është një recetë shumë e shijshme për fëmijët e vegjël që këta e han pa merak sepse tek e fundit nuk pastrojmë dhe ne halat, na shplodhin dhe ne. Atëherë, procedura për të realizuar këtë recetë është tepër e kollajshme. Do të marrim gjalpin dhe do ta shtojmë në tigan. Do të marrim një nga një filetot e merlucit, që mua mi ka ofruar konat të rregulluara dhe të pastruara. Mbasi i kalojmë në miell dhe gjalpi na është bërë gati.
Marrim dhe pak vaj, e shtojmë në tigan. Marrim filetot e merlucit dhe i kalojmë një nga një për të skuqur. I kthejmë filetot e merlucit. Pra, vazhdojmë dhe i kthejmë dhe nga ana tjetër. Do ta bëjmë derisa filetua e merlucit na bëhet krokante. Vazhdojmë derisa të piqet nga të katra anë. Kjo fileto që na ofron supermarket Konad është e një cilësie dhe që të një rangu të lartë, por ju edhe mund të përdorni peshkun e freskët të merlucit duke e pastruar atë nga alat dhe duke e përdorur në mënyrë të tillë. Por për ju që nuk keni mundësinë ta përdorni të freskët, atëherë supermarket Konad ju ofron të freskët, por në një mënyrë të tillë të pastruar në kubik. Atëherë marrim dhe asparagjet. Marrim asparagjet dhe i presim në mënyrë të tillë. Pra, siç e shikoni, filetot e merlucit na janë bërë krokante. Dhe në këto do të shtojmë edhe asparag. Shtojmë asparagjet atëherë. Dhe i trazojmë të gjitha së bashku. Marrim edhe domatet e vogla dhe këto do t'i presim në mënyrë të tillë. I shtojmë domatet në tigan. Pra, dhe vazhdojmë sërish dhe i kthejmë filetot e merlucit në qëllim që ato të na marrin shijen edhe nga asparag, por edhe nga domatet që ne hodhëm. Pra, si që shikojmë, edhe asparagji ka marrë një skuqje, ne e shuajmë me konjak. I përflakim pak. Dhe njëkohësisht shtojmë kripën dhe piperin.
Pra të nderuar andisa, si se shikoni, kemi arritur që asparaqet dhe fileta merlucit e kanë pirë komplet lëngun që kanë lëshuar dhe ne bëjmë gati tani të shtojmë panën. Do t'i lëmë të marrin një valë dhe njëkohësisht do t'i shtojmë dhe djathim grana. Pra, i nxjerrim në një pjatë. Në të do të shtojmë edhe havjarin. Pra, i trazojmë të gjitha së bashku. Dhe kështu kemi arritur në një pjatë të veçantë dhe shumë të shijshme. Marrim pjatën dhe e vendosim filetën e merlucit në një pjatë. Nga lartë hedhim salcën që ne kemi përgatitur me asparaqe dhe me domatet. Dhe po nga lartë vendosim edhe pak vezë avjari të freskëta. Pra, kjo ishte pjata që unë kisha përgatitur për ju sot. I vendosim edhe një degë majdanozi në qendër të saj. Dhe kjo ishte pjata. Ju bëftë mirë. Nga unë Sheftani, mirupafshim në emisionin tjetër me shumë receta të reja. Mos harroni më ndiqni. Mirupafshim.